Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush ka qef që Allahu ati me hap dyert e rrezikut. Kush ka qef që Allahu ati me hap dyert e rrezikut. Mi dhon Allah rrezik shumë. E që ka qef që ai të ketë trashëgimtar dhe të përmendet. Të ketë trashëgimtar dhe të përmendet dhe të jetë shembull pozitiv në jetën e tij, çka do të më bëj? Felyesil rahimehu. Në të mbajt gjalla lidhjet fare fisnore. Që i mban të gjalla lidhjet fare fisnore, vallahi, për ditë ka ku shkon. Për ditë ka kush i vjen. Edhe ai s'ka çka mërzitet. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është premtim prej një burri të sinqert që nuk ka fol përveç se fjalë të vërteta e të sakta. Se fjalët e tij janë gjitha shpallje prej Zotit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falyesil rahimahu. Le të mban të gjalla lidhjet fare fisnore. Bota sot krizën më të madhe e ka në mbajtjen e lidhjeve fare fisnore. O sfidë. Te bota jo islame, kjo është shumë e theksume. Që ata mlidhen a nuk mlidhen, ka 2, ka 3, ka 5, një herë në vit, ndoshta në festat e fundvitit që i kanë. Të mos flasim se burë dhe gru mlidhen dhe shifen kur e kanë përvjetorin e martesës. E të mos flasim se me fëmijët e tyre ndoshta fëmijët e tyre shifen me zvete vetëm kur i mbledh avokati për ta ndarë trashëgimin. Këto janë realitetet të botës së zhvilluar, kushtimisht tonë, se di kjo është zhvillim, është prapambetori, por se le t'ja jep përgjigjen e vet. Në botën islame, tek muslimanët, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon një vepër dhe tregon shpërblimin e asaj vepre. Ne do të mundohemi një dhëbë le ti përmend më sonte. Do të kush ka qef që Allahu më dhon atë rrezik. Allahu atë më furnizu. Allahu atë njeri më furnizu, më dhon rrezik, më dhon mirëqenie dhe bereqet në pasurinë e tij dhe në jetën e tij. Dhe kush ka qef, thonë dietarët wa yumsa alahu fi atharihi, janë 2 komente, e para që ati ti përmendet emrin edhe pas vdekjes së tij, disa dietarë thonë edhe kush ka qef që Allahu atë me gëzuar me pasardhës, trashëgimtar, mi dhon evlat. Le ti mban të gjalla lidhjet fare fisnore. Dhe njerëzit që mbajnë të gjalla lidhjet fare fisnore, subhanallah, nga përvoja dhe nga ajo që kam pa, mund të përvoj shumë të vogël, si kemi bo 100 vjetë. Nga përvoja shumë e vogël, por edhe nga përvoja që edhe dia që e kam me njerëzit që kam ndejt. Shumë për tyre më kanë të regu këtë bereqet e kemi pja gjibabës, i cili viziteke familjen me të madhe dhe ka pas një dhoma gjibaba, që 24 orë ka pas bujrum ta ikona këta ja dha. Ato dhoma mos janë, u prishën, i hupëm në oda e burave që ka qenë të tradite jo, u humbën, i kemi bo salonët high lux, po ati zgudzon më ullë se ato ullëset e likurës mos po shkoqen, mos po grithën, e duhet veç për ndonjë bajram dhe qka mi shfridzu. Fatkeqësisht. E thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu je për rizk bereqet ati që i mban lidhjet fare fisnore. Dhe ati ja mundson Allahu që ti përmendet emrin dhe të ketë trashëgimtar pas vdekjes së tij. Për çat në surën Kehf e keni të freskët ajetin kuranor, ku thot Allahu azza jall wa kana abuhuma saliha. Për ato 2 jetimat që Allahu e urdhnon Musa alayhis salam, pejgamberin Allahut ulul azam, që atyre 2 jetimave më arrin ndërtu murin. Më arrin ndërtu murin. E çon Allahu një pejgamber që është nga pejgamberët ulul azam, nga 5 më të dallumit mesin e 100 sami pejgamberëve. E çon Musa alayhis salam. Te këto 2 jetima, jo pse janë jetima,
Ja, Allahu Azza wa Jall thot, e urdhnoi Zoti me rindërtu murin e atyre jetimave, se baba e tyre i ndjer ka qenë i devotshëm. Shifeni? Se wa kana abuhuma saliha. Baba e tyre ka qenë i devotshëm. Disa komentatorë thonë, jo baba, o kon gjyshi i këtimve. Subhanallah, a i bereqeti i gjyshit tyre, ka vazhdu të djali ti, ka vazhdu dhe të nipat e ti. Po çka më interesante, përmendet edhe mas 5.000 sa viteve. Tregimi i Musa që ka ndodhur dhe përmendet ai baba i devotshëm që ka qenë në atë kohë. Edhe çka ndodh? Krejt ummeti deri në ditën e gjykimit ju ka me sunet me lexu surën Kaf këta ajet kuranor. O çështu vllaznia ajo. Wa kana abuhuma saliha. Se baba e timve ka qenë i buri i mirë, i devotshëm. A e vëreni lidhshmërinë? Se si Allahu e kalon liq të vetin që ai njeri të përmendet me sheku deri në ditën e gjykimit, ai njeri i devotshëm dhe i mirë do të përmendet. A ja din emrin dikush? Kur s'ja di me emrin. Asnjoni s'ja di me emrin. A ma e dim se ka një buri devotshëm. Bon çaj buri devotshëm. Si dush me ta zgjat Allahu emrin me dom bereqet. Shpesh selefi kanë pas tradit kur ka ardhur dikush është anku për varfëri, fukarallëk, ka thonë shko bani zjarret fare fisi. A unë s'po të tham se s'kam familje, se m'ka marrë malli për dikan, jam të thonë buk s'kam malli, të shko vizitoj fare fisi. S'kam e vlat, shko be vizitoj fare fisin, shko ban zjarret. S'po e të puna, zjarret fare fisin. Mbaj lidhjet farefisnore të gjalla. Këtu do të përmendje një element shumë të rëndësishëm, kur tham farefisin, nuk bëhet fjalë për nonën dhe për babën, ato janë baza. Ai që se ka pa nonën dhe babën edhe nuk ka mohabet me nonën dhe që ka shkëput, ai ka prish dinin e vet, jo lidhjet farefisnore. Ai ka problem me fen, jo me lidhjet farefisnore. Të jemi të vëmendshëm e të kujdesshëm në këtë drejtim, sidomos rinia që ndonjëherë e hupin atë sensin e komunikimit me prind kur komunikojnë. Ajo parulla dhe ajo pralla se liria e shprehjes, se demokracia, se çdo mendimin e vet, ndonjëherë ndikon edhe në atë që mos më pas sens se kanë kemi përballë nesh. Krejt se gjithat që këto liria, demokracia e shprehjes atë këtë, shko thuja ndonjë kryetari të shtetit dhe një mendim të si ki qef, e shën çfarë burgje çkojnë edhe çfarë dënimi e hanë. Sa nuk vlejmë për ata. Të mos flasim se gjitha këto pralla që janë vetëm si standarde dyfish të instalume në botë, nuk vlejmë për nonë e për babë. Me ata kur të folish, kur të bisedosh, kur të qëndrosh, dush me pas te i mase, kujdes të madh.